Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lamtumir tensionit të lartë pa ndonjë ilaç, ja receta. Një ndër kërcënimet më serioze të shëndetit është padyshim presioni i lartë i gjakut. Kjo gjendje mund të sjellë trupit një sër sëmundjesh dhe efekte anësore shumë shqetësuese. Zhvillohet kur muret e arterieve të mëdha humbasin elasticitetin e tyre dhe ngurtësohen, ose kur enët e gjakut ngushtohen. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, niveli i humbjes së jetës në vend nga sëmundjet të cilat shkaktohen nga hipertensioni janë arritur ndjeshëm në vendin tonë gjatë viteve të fundit. Kjo përkthehet në 36% të grup moshave nga mosha 25 vjeç e sipër, ku burrat janë më të prekurit. Ndër shkaktarët kryesorë për presionin e lartë të gjakut renditet stili i jetesës dhe kryesisht ngrënia jo e shëndetshme. Në këtë video, sipas Elfline, do të shpjegojmë disa nga këshillat më të mira për të trajtuar dhe për të mbajtur nën kontroll presionin e lartë të gjakut pa përdorur medikamente. Si të mbajmë presionin e lartë të gjakut nën kontroll? Duke qenë se ky problem shfaqet veçanërisht nga stili i jetesës, ndryshimet e para sigurisht që do të fillojnë nga aty. Sipas këshillave të ISHP-s, vetëm me 6 hapa të thjeshtë mund të arrini të shmangni dhe të përmirësoni këtë problem. Këshilla e parë dhe kryesore për të mbajtur një presion të gjakut nën kontroll është edhe kontrolli i peshës së duhur trupore. Humbja e kilogramëve shtesë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll luhatit dhe tensionit. Qoftë edhe 5 kg të humbura do të jetë një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll nivelin e hipertensionit, i cili mund të mos ndikojë më negativisht për shëndetin tuaj. Mbajtja e peshës së duhur është gjithmonë thelbësore për parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me një stil të shëndetshëm të jetesës. Mbi pesha arritet ndjeshëm presioni i lartë i gjakut, ndaj nëse jeni obez duhet të dobësoheni të paktën me 10% të masës tuaj trupore. Sa më shumë të dobësoheni, aq më shumë do të bjerë presioni i lartë i gjakut dhe evitoni një sër sëmundjesh të tjera. Konsumoni më pak krip. Reduktimi i sasive të kripës që konsumoni çdo ditë është një tjetër element kyç i trajtimit të sëmundjeve. Kjo pasi konsumi i tepërt i kripës rrit presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë produkte që kanë më pak se 0,25 gram krip për 100 gram. Evitoni pirjen e alkoolit. Përveç se dëmton mëlçin dhe zemrën, konsumi i sasive të mëdha të alkoolit mund të çojnë në shfaqjen e hipertensionit. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë një gotë alkool në ditë kanë 53% më shumë mundësi të preken nga hipertensioni. Mundohuni të evitoni sa më shumë të jetë e mundur, pasi është një rrezik për shëndetin e të gjithë organizmit. Konsumoni më shumë fruta dhe perime. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në ditë, do të jeni larg zonës së rrezikut. Fruta dhe perimet janë një ndihmë shumë e mirë për të ulur presionin e lartë të gjakut. Gjithmonë keni parasysh të zgjidhni ato të freskëta dhe të stinës. Qëndroni më shumë aktiv. Aktiviteti fizik është një zgjidhje për shumë sëmundje, ashtu edhe për presionin e lartë të gjakut. Mjekët rekomandojnë kryerjen e aktivitetit fizik çdo ditë me të paktën 30 minuta ose 5 herë në javë. Kjo mënyrë do ju ndihmojë në uljen e presionit të gjakut në trup dhe gjithashtu mund të ulë edhe peshën e tepërt. Këshilloni sa më shpesh me mjekun. Kontrollet periodike me mjekun janë thelbësore për të përballur çdo sëmundje. Nëse merrni ilaçe ose kura të forta kundër hipertensionit, mos i ndërprisni ato pa asnjë arsye pa u këshilluar me një specialist. Ndiqni këto hapa të mësipërme në mënyrë që të reduktoni në mënyrë graduale presionin e gjakut dhe të ndihmoni kështu edhe shëndetin tuaj. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues për organizmin. Ai mund të shkaktojë diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe sëmundje të veshkave. Në këtë video do të mësoni se si të ulni tensionin nëpërmjet disa hapave të thjeshtë. Ndryshimet e vogla do të luajnë një rol thelbësor për uljen e tensionit të gjakut. Ulja e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Mjaftojnë hapa të vegjël për të arritur edhe këtë mision të rëndësishëm për shëndetin. Si fillim, humbisni peshën e tepërt.
pasi është një mënyrë shumë e mirë për t'ju ardhur në ndihmë shëndetit tuaj. Deri më tani ekspertët thonë se rënja e peshës është një mënyrë efikase për të ulur tensionin e gjakut dhe për të përmirësuar gjithashtu nivelet e shëndetshme tuaja. Gjithashtu evitoni pirjen e alkoolit. Pirja e tepërt e alkoolit shpesh mund të rrisë tensionin tuaj të gjakut. Nëse jeni një person i prirur ndaj luhatjeve të forta të tensionit të gjakut, duhet të tregoheni më të kujdesshëm me sasinë e alkoolit që shtoni në dietën tuaj. Duhet të dini se alkooli është një nga faktorët ndikues më të mëdhenj të problemeve të hipertensionit dhe mund të krijojë gjithashtu shqetësime të theksuara dhe luhatje të mëdha të shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu, tensioni i lartë i gjakut mund të trajtohet në mënyra natyrale. Një prej tyre është edhe kontrolli i duhur i ushqimeve që shtoni në dietën tuaj. Mënyrat natyrale mund të jenë nga më të ndryshmet. Prandaj, ajo që shtoni në dietën tuaj duhet të jetë sa më e mirë dhe të evitojë gjithashtu luhatjet e forta të hipertensionit. Gjithashtu, mbajtja nën kontroll e tensionit të lartë të gjakut do jetë një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur për veten. Ekspertët kanë përpiluar disa këshilla praktike se si të mbani nën kontroll tensionin e ulët të gjakut edhe atë të lartë. Minimizoni qëndrimin në ambiente jo të favorshme dhe gjithashtu, këto ambiente mund të vendosin në vështirësi punën e zemrës dhe të arterieve tuaja. Mbani gjithmonë veten në temperatura normale dhe evitoni të ftohtin dhe të nxehtin ekstrem. Shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat shndrojnë në nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe kufizoni konsumin e kripës. Gjithashtu sugjerohet ushqime të cilat janë efikase në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Një prej tyre janë boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë do të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, luleshtrydhe dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe fiber. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit ulen rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studiuesit thonë se nitratit e panxharit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë, që përmban 60 deri në 80% kakao në ditë, mund të ulin tensionin e gjakut. Çokolada e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyra krejt natyrale. Edhe spinaqi është një mundësi shumë e mirë për trupin tuaj. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit, që mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por edhe eliminojnë kripën e tepërt që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me vlera të shëndetshme kardiovaskulare, ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë në këtë rast janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është burim i pasur i kaliumit, fibrës, magnezit, vitaminës C dhe kalciumit që sipas studimeve ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidant dhe promovon tensionin normal të gjakut. Lule radhiqja. Lule radhiqja nxit eliminimin e kripës nga organizmi nëpërmjet urinës. Lule radhiqja është e pasur me magnez që zgjeron enët e gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e tij. Produktet natyrale janë një ndihmë shumë e mirë për presionin e lartë të gjakut, por duhet të jeni dorështrënguar edhe me ushqimet që ndikojnë negativisht. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.